të shërbej dy kuzhinat më të pasura të botës, që është ajo greke dhe shqiptare. Me duart e mia i kam për që të gjitha. Saranda ka 300 ditë diell. Duke parë se në qytetin ton apo në Shqipëri janë mëshuar kuzhinave mediterane dhe atyre italiane, mua më lindi idea të krijoja një kuzhinë autentike të zonës dhe përveç kësaj unë kam bërë dhe një eksperiment që jo çdo njeri e ka bërë deri më tani, ka miksuar të dyja kuzhinat, atë greken dhe shqiptare. Kufit dhe politikat i ndajnë popujt, neve nuk na ndan asgjë nga njëri tjetri. Dhe mendova që në një tavolinë të vetme të shërbej dy kuzhinat më të pasura të botës, që është ajo greke dhe shqiptare. Kjo lindi si ide para 6 vjetësh, e kam filluar avash, diku te një tjetër restorant. Kish restoranti i dytë që unë kam branduar, është një emër tani më i njohur dhe në qytet, por nga turistat e huaj është një nga restorantet është kthyer si në një atraksion turistik dhe për qytetin. Duke ditur Odën, që ka qenë gjithmonë një dhomë në shtëpitë tona të zonës së jugut, e cila ka qenë gjithmonë gati për të pritur mysafirët, neve në fshatin ton kemi patur gjithmonë një dhomë e cila ishte gati për të pritur mysafirët, sepse më përpara nuk kishte telekomunikacion, por kishte vetëm kafsh dhe ata lëviznin me ditë të tëra për të vajtur në një destinacion të caktuar. Dhe natyrisht, në bazë të traditave dhe kanuneve të labërisë dhe të zonës së jugut, neve nuk mund ta linim mikun jashtë nëse na trokiste në portë. Dhe odaja ishte gjithmonë gati. Sa për emrin, duke ditur që gjyshi im baba, ai quhej Spiro, po ne i flisnim bab, ka vënë emrin tim. Ai më ka vënë emrin. Dhe unë kisha dëshirë t'i ktheja reston atij, duke i vënë emrin biznesit tim. Në moshën 36 vjeç, mua më lindi një aftësi që e kisha brenda vetes. Gjyshi dhe stërgjyshi im kanë qenë punonin shumë mirë drurin. Dhe unë te kisha brenda vetes dhe më doli natyrshëm çdo gjë. Dhe më pas me mjete rrethanore fillova që të punoja drurin, të bëja dizajn, dhe po ta shikosh çdo gjë është arreduar dhe dizajni dhe të gjitha janë kryer me duart e mia i kam për që të gjitha. Elementet i kam mbledhur se jam koleksionist, jam i apasionuar mbas të vjetrës, jam i apasionuar mbas traditës, mbas kulturës dhe jam një koleksionist i mirë, kam akoma dhe më tepër relike, por nuk më dalin muret që t'i vendos. Pjatat më unike tonat janë tave dheut, tave kosit, musakaja, flasim për jugun e Shqipërisë. Tani unë kam futur dhe këtë vit, do fus dhe mëngjeset tradicionale që do hy tranaja, paçet, dhe të gjitha zhanri i kuzhinës që neve përdorim nga nëna tona dhe nga gjyshet tona, receta të vjetra, cilat unë i kam mbledhur nga familja ime dhe dua t'i aplikoj në të ardhmen që të bëhet me të vërtet një atraksion turistik, jo vetëm siç e shikon, po dhe gastronomie. Saranda nuk ka një turist të specifikuar. Saranda mbledh turist nga gjithë globi, po neve kemi hasur turista dhe nga kontinentet e tjera, jo vetëm nga kontinenti evropian. Dhe janë shumë të interesuar për të provuar kuzhinën, traditën dhe gastronominë tonë. Duke ditur që dhe kuzhina greke është një nga kuzhinat më të njohura të botës, unë i miksova të dyja kuzhinat për ta bërë akoma dhe më të tërheqëse si atraksion dhe mendoj se do jetë një sukses dhe për mua, po dhe për qytetin,
se nuk ka një gjë të tillë. Janë të gjithë fokusuar mbas kuzhinave mediterane dhe dhe italiane. Neve nuk mund t'i tregojmë një italianit si bet pasta, si bet pizza, apo ku diun se çfarë. Neve duhet t'i tregojmë turistëve tanë që vinë kuzhinën tonë, traditat, kulinarin tonë. Kjo është edhe ideja e të gjithës. Mund të jem nga të vetmet biznese në Sarand që e trajnoj stafin. Stafi i kuzhinës trajnohet nga receta të vjetra dhe nga nëna ime, ndërsa stafi i shërbimit unë e trajnoj vetë derisa ata të arrin një lartësinë që unë kërkoj për shërbimin te klienti. Një mesazh për të rinjt është mos ta lënë Shqipërinë, të vinë, të punojnë në vendin e tyre, se Saranda ka 300 ditë diell. Evropa është çike vështirë ta shikoj diellin. Ktheuni dhe bëni secili bizneset e tyre, ose fundja edhe të punosh në Shqipëri tani më nuk është keq, sepse niveli i pagave është rritur goxha. Mua më ka mbajtë dielli, nuk ri dot pa diellin dhe pa detin. Jo vetëm me Shqipërinë, po dhe me Sarand. Unë kam jetuar dhe në Tiranë prej 8 vitesh, ku kam kryer studimet e larta, po nuk ri dot pa detin dhe pa diellin. Nuk e kuptoj dot jetën time pa këto dy elemente. Leonida Çavo, pronari i restorantit Oda e Babës në Sarand.